Kampionati kombëtar i Superligës së moshave është drejt mbylljes së sezonit, ku disa prej skuadrave vazhdojnë me sukses garën në fazën play-off, po sipas drejtuesve të Akademisë së Futbollit Vllaznia, përqendrimi kryesor i stafit teknik ka qenë kryesisht në përgatitjen e elementit cilësor, duke qenë një furnizues e ekipit të parë. Një gjë të tillë e pranon edhe trajneri i Vllaznisë U18, Malvin Meçarovi. Është viti i parë që U18 organizohet. Të kanë sa është viti i parë që merr pjesë në kampionat, unë mendoj që ekipi ka bëj paraqitje deri diku të mirë. Për ne është e rëndësishme që të përgatisim sa më shumë elemente, qoftë për ekipin e parë, sepse kjo është objektivi i Akademisë Vllaznia, që të kenë sa më tepër element. Por besoj që ka disa element që kanë spikat këtë vit tek U18, sepse kena portierin Gërbeti që ka bërë një paraqitje shumë të mirë, kena Sulmusin Hotaj, një ndër golshënuesat më të mirë të kampionatit U18, që për momentin si Gërbeti, si Hotaj janë te U19 dhe tregon që është një rritje për secilin prej këtyne. Nevim Tajneri flet edhe për bashkëpunimin e mirëfillt jo vetëm brenda ekipeve zinxhir të Akademisë së Futbollit Vllaznia, por edhe me ekipin e parë, aty ku është edhe objektivi kryesor. Bashkëpunimi në Akademinë Vllaznia nuk mungon, normalisht një bashkëpunim shumë të mirë edhe me U19, sepse herë mas herët kena marrë edhe lojtar nga U19, kjo difton edhe ajo që unë thash përpara që ka lojtar që nga 18 janë për momentin tek U19, janë duke animu ekipin, por më e rëndësishme që i shërbejnë ekipit, të shërbejnë vetit, të shërbejnë që të ardhmet jenë pjesë e ekipit parë, secili prej tyre që unë përmenda.